Një gjallë e mor nënën e vetë. E nëj në shpinë, plak ishte 90 veçare. E nëj në krah, edhe u selke u kolla qabës tavaf mi bo. Tavaf nënës ama në shpinën e gjallit. Ishte 90 veçare plak. Plak. E lagi gjallin e vetë se ishte e smut. Urinën së në manë të nëna. E lagi gjallin e vetë, e urinoj në teshët e ati. Masi e kreu tavafin, ju afru i gjallit Umerit, Abdullaj. E ebë në Omar. Oj, biri i zotriut madhë tonit. A i kam dalë, tha nonës hapë. I krave, tavaf me nonën krah. A i këshiri njëherë. Edhe i tha i nëma hia hasana. Tha nonës ja ke bonit mirë. U kri. Tha nonës ja ke bonit mirë. Tha, a dhe tash si kam dalë hakuta. Tha, ja ke bon nonës një të mirë. Pise vapë, të kjeve, ja ke bon nonës një të mirë. Nuk shkoja e manë të nonën krah dhe prit ka hala mua be. Kur e pas e po prit hala, tha pra për të kalzoj hala gjallë ashtu berit. Tha urno, tha zotri. Tha ndëgjë mirë pra. Tha kur ke qenë ti në krajin e kësaj. Kur ke qenë ti në krajin e kësaj. Qështu e ke lag prenin edhe krajin e kësaj, si kjo shka ta ka lag prenin tije. Ajo të knoj ke ti e kongë për mu rrit, ati jetu pas dëshirë që kjo të vdese. A për prit halamet kalzoj. Që për të kalzoj pra. Kur ishe ti në prenin e kësaj një harmoti, e lakshe si ti, si kjo shka të ka lag. Ama ajo i knojnë ke kongat me u bo pashti. Ajo i knoj ke kongat mu bo plak katuni. Ajo i knoj ke kongat ti mu bo vezir. Ajo i knoj ke kongat thike ti mu baf sultan nonës. Ati e lakshe. Ati tash po e ban kra me bon të vafe dhe po thua zot. Kur ta li se heke si kësa i biljon. Sa wallahi, billahi, tallahi, tha kështu kam qenë të me ndu. Po e di ta shka ke qenë të me ndu. Nuk kam kjo punë për neve, e pa ljofshme. Hakit të thonë në desa. A qështu i dilet hakit nonës të thonë në desa. Pra, nonës hakit nuk i dilet edhe u kri. Ashtë te me mbillën ajo. E ulemat, të riku kanë thonë. Sa kanë thonë, sa mundësh me afru. Mas shumë ti mundësh me afru. Deri me një vend, si kja vbajsh me dije, diqish, se ti ato i do. Deri që tu kanë thonë mujtët më ardh njeri. Edhe kjo nuk ka e vogël, kjo a shumë e modhe. Ato me besu se ti i do në të dit. Edhe kanë thonë se këtu përhot t'i shka. Kjo nuk e vogël, kjo e mollë. Ama hakët mi dole asë njare. Pra një islam, nona hipët në kra, bëhat të vaf me ta, i duron kejtë që ato se ajo anon se t'ka duru t'i ala, ma gatë se 7 minuta të bëhat të vaf, ka bëjt në barkë. Këtë sisteme kemi në, kemi shku sistemin e huj, një tuf lule nonës për 7 mos. Që tërfen shka i keni afru nonës për 8 mars, po edhe një buzqeshje pra. Na nuk i kemi afru vetëm një tuf lule, edhe një buzqeshje ja kemi afru. Po ta shofim, shka u bo, që shumë buzqeshët ju? Shka u bo? Pra, në gjoni mirë, nëse ju jeni ato gjinonës, ja keni afru për 8 monsi një tuf lule, edhe ja keni afru për 8 monsi një buzqeshje, kjo e ka kuptimin se ju me 9 mars, deri në 7 mars, vitit kaluet, vitit arshëm, ja keni këthia sa i shpinën. Mas i sot një buzqeshje ja pa një afru 364 ditë qera shpinën ja keni këthi pra. Na në islam nuk e kemi kështu jetë. Na në islam nuk e kemi, jetë ajo nuk ka kështu. Jetë ajo në ndrishe. Neve në gurbet kur nga merë molli për nonën, kush e ka përjetu dhe për babë. Na del loti i sinit prej gurbetit, edhe a gjetë tufja e lullës ja afrojmë nonës, ashramja e pikës lotit prej sinit tonë. Allahu gjëlle gjëleluhu ve gjëlle shanu ka thonë në fejnë tonë se qajo pik loti për shiqimin e balit nonës prej gurbetit larkë, kur të merë molli a shiu i cili e shim zarmin e gjehnemit tanë nesër. A një urnëti pra me një tuf lule dhe me një busjeshje njerë më të mëtë zarmin tanë, i cili a shkall 1000 vjetë për të kuskush gjehnemi, a shkall 1000 vjetë tjera për të nëzi. Shime si të mujsh me shim. A keni ndëgju gjemati jam i ndershëm se filonit kërë ju ka kallë zarmi e kanë shim me lune shpia për ju ka kallë, a keni një?
A keni nisë plemja kur ju ka kanë filonit katonart me lule ja kanë shim, a keni ni? A keni ndëgju të një herë se kur a kanë shpia filan katonarit ja kanë shim me busjeshje? Kanë shku këllazar me janë busjeshje, ja, ishte shimët kise na, u busjeshëm na. Nuk shimët me busjeshje zari i gjehenemit, zari i gjehenemit shimët me lotin e sinit për apetitet e dashurijës ndaj prindit, ndaj nanës edhe babës, që ti ju ke ba shumë damet mloja, ju ke ba shumë shqetsimet mloja ative një herë. Ti me shka po donë me la këta? Po donë me la me kulturën e Luksemburgazve, po donë me la me kulturën e francezve, po donë frëngjisht mura zduzhit, shqipi thojnë me nanën dhe me babën? Frëngjisht, ha? Jo vëllai jam i dashur, jo në asnjë mënyrë, vetëm mënyrë islame mujtë shmekri. Largonu prej tabijateve tative shka s'janë të tuja. Largonu prej tabijateve tative që kanë morë hovë programikisht me i fut tabijatët e veta, të ju ka thonë Allahu në Kurani Kerim, وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Jahudit edhe krishterët kur s'kan me qenë pajtim derisa ju nuk thoni po tabijatët e ju, në mënyrën e festave, mënyrën e besimit, mënyrën e veprimit, mënyrën e rregullorës, mënyrën e jetës përditshme, mënyrën e orarit ditor për juve dhe ta marrim, nuk kemi në atonën, prej tonës do të hekim dorë, kur ta pranoni këta do të jenë të kënaqur me ju.